Po tash në momentet e vdekjes ati po i bjen mend çka i ka thonë edhe po thot po kam frikë mos ai e ka kuptuar si premtim. Është një rast interesant transmetohet për Abdullahun të pirin e Omerit, Allahu qoftë i kënaqur me të dytë. Do më thonë Abdullahu sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thuhet duke qenë pothuajse në agoninë e vdekjes, pra pothuajse në fund të jetës tij, i shtrirë në shtratin e vdekjes, familjarët i ka aty për rreth te koka. Edhe po i thot dikujt, po i thot njonit, filonit, thot ja kam pas dhënë një fjalë të cilën po kam frikë mos e ka kuptuar si premtim. Dikush ja ka lyp qikën Abdullahut, edhe ky nuk e ka refuzu, por edhe nuk i ka premtu. Ja ka dhënë një fjalë ashtu që mundet mos me pas as këtë kuptim, as atë kuptim. Po tash në momentet e vdekjes ati po i bjen mend çka i ka thonë edhe po thot po kam frikë mos ai e ka kuptuar si premtim. Andaj i thot dikuj, thot shkoni edhe pyeteni. Thuj o filan, atë kujtohet kur ke fol me Abdullahun kështu dhe kështu, po, atë kujtohet kur të ka thonë kështu, po, që ke kuptu? A ke kuptu si premtim? Thot nëse thot po, valla më ka premtu me ma dhënë qikën, thot bonjani për hajrë. Për arsye se ai në një farë mënyrë e ka kuptu si premtim, edhe pse unë se kam pas qëllimin, po megjithatë kjo shenjtëria e premtimit, shenjtëria e daljes në fjalë, menoj që te ata njerëz ka qenë në një nivel shumë më të lartë edhe kujdesi për të gjithashtu ka qenë më i shtuar.